Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 25 shtator i vitit 2025. U flas nga sultanati i Pahangut, Darul Makmur, vend islamik, Malezia, vend me shariat. Dhe sot do vazhdoj pak a shumë argumentimet e mia mbi vehabizmin. Në videon përpara kësaj kam bërë një video ku ju drejtoja Bekir 4.5 milion euro Halimit, Sadullah Bajramit, Ergjin Shalës, dhe tregoja se si këta persona janë në shërbim të zionizmit. Dhe video që kam bërë, sikur mund ta merrni edhe juve vetë parasysh, ka ngjallur shumë reagime, kam patur shumë mesazhe përgëzuese, sikur kam patur edhe sharje dhe kërcënime. Videon që e bëra me shkas, domethënë ka që më acaruan këta idiotët, Bekiri me këtë Sadullahin, me sulmet që bëjnë kundër Hoxhë Imran Huseini. Por sikur mund ta imagjinoni, këta vehabistë janë si puna e grenzave. Kur e fut dorën te foleja e grenzave, fillojnë edhe pickojnë të gjitha. Përpara nga një jave më merr një hoxh shumë i famshëm nga Kosova në telefon, edhe më thot, a monor se thot se s'po bëj dot video, thot se më mbytun vehabitët, thot më kanë bëj qafir, thot ç'a ti bëj, thot, aty shpall luftë. I thashun, mos e shpall luftë, thashun se s'ke ç'a i bëni, se vehabitët janë investim i perandorisë zioniste. Domethënë vehabistët së bashku me zionistët shkatruan kalifatin e Hazreti Ebu Bekrit dhe Omarit dhe Osmanit dhe Aliut, kalifatin e Sultan Abdul Hamidit. Ti mendon që mund t'i shkatrojmë neve vehabitët, i thash? Se muhabeti është që ne nuk merremi me vehabitët, thash. Muhabeti është që brapa vehabitëve që ndron zionizmin ndërkombëtar. Edhe se më tha, isha tha në një vend, thamë perëndim se s'po e përmend emrin e vendit ku ishte, se ndoshta nuk do ai. Edhe tha, më bën tha armik të Allahut, tha, merrte në xhami, tha, më than. Dhe ky është hoxh me shumë famë. Ky ka qenë edhe mufti shumë i famshëm në Kosovë. Edhe ishte prekur me vehabit, thash, po lere burr se janë idiotë burrit tash. Kush merret me ata? Megjithatë duhet t'i ngasmoj prapë çik vehabitërit sot, dhe kam bërë disa shënime, dhe temën e bisedës do ta quaj shiizmi, vehabizmi, medkhalizmi dhe zionizmi. Do flas për shiizmin, për vehabizmin, medkhalizmin dhe zionizmin. Shiizmin e dini çfarë është ai medhebi që praktikohet në Iran. Vehabizmi është e gjithë rryma që u krijua nga familja e Saudëve në aleancë me të çmendurin Muhammed bin Wahab, Muhammed ibn Abdul Wahab. Medkhalizmi është një rrymë që është krijuar nga ai që ngordhi Sheh Rabi el-Medkhali, por që është pjesë e shërbimit sekret saudit, ku pas shpalljes së luftës kundër terrorizmit që bëri Bushi në 2003, president Bushi urdhëroi sauditët që të bënin diçka kundër vehabizmit militant, i cili në atë kohë ishte pak a shumë ideologjia Al-Qaidës e Bin Ladinit, dhe në fund do të tregoj edhe për zionizmin. Tani këtë video, sikur po e shikoni, po e filloj me këtë video fantastike nga Hoxh Ergjin Shala, të cilin e njohim vitin 2000, kur atëherë nuk i falej Allahut, e kam ftu në Islam, dhe video ti është kurimi i morrave sipas Islam. I lut miqtë e mi, qafira, krishterë, jo musliman, please, kini pak mëshirë, si nuk është Islam, të janë idiot. Por, po, e sjell këtë si ilustrim
për ta kuptuar se çfarë sekti idiot është vehabizmi. Domethënë, këta njerëz dhe feja që u shpik nga Muhammed bin Abdul Wahabi në shekullin e 19, 18, sorry, nuk ka të bëj me Islamin. Këta janë një sekt, janë një kult, sikur fjala bie në Shqipëri kemi padur atë kultin e Leonorës, apo është ky kulti i mujahidinëve të Mariam Rajavit, ku në histori dalin njerëz të çmendur, krijojnë grupacionin e tyre, i duket vetja se janë të shenjtë dhe zhvillojnë teologjinë e tyre. Dhe teologjia e vehabizmit është një teologji beduinësh. Domethënë, këta njerëz nuk kanë lidhje me Kuranin, me civilizimin islam që solli profeti Muhammed. Këta njerëz shkretëtirash, janë beduin. Ka ajet në Kuran ku thot Allahu në Kuran, thanë arabët besuan, thot Allahu, ju nuk jeni besuar, ju jeni dorëzuar. Se po shikoni historinë e Islamit. Islami erdhi në Mekë, u zhvillua në Medinë, pastaj qendra e Islamit ishte Damasku, Siria edhe Bagdadi më mbrapa. Pra, Islami erdhi si fe, po u zhvillua në krye qendrën e qytetërimit bizantin, ishte Damasku, dhe qytetërimin Pers, që ishte Bagdadi. Dhe po shikoni shkollarët më të mëdhenj të Islamit nuk janë arab. Arabët thjesht ishin një popull në shkretëtir, ku Zoti dërgoi një profet, nga që ishte vendi më i sigurt ku mund të zhvillohej mesazhi i Zotit. Më pas, këta arab u përdorën për të hapur Islamin dhe shkatruar dhe nënshtruar dy perandorit më të mëdha që ishin të kohës atëre, perandoria sasanide dhe bizantine, dhe më pas Islamin do ta hapin bizantinët, që do konvertohen në Islam, Afrika e Veriut, Egjipti, Palestina, Shami, Siria, edhe persët do të jenë ata që do ta kodifikojnë Islamin. Dhe po të shikoni librat klasik të Islamit nuk merren me idiotësira, sigur merren këta xhahilat e Kosovës dhe Maqedonisë, për shembull kurimi i morrave sipas Islamit. Tani, për personat që duan të kuptojnë më shumë për vehabizmin, do t'i kisha sugjeruar që të lexonin këtë libër të bërë nga Muftiu i Mekës, Sheh Ahmed Zaini El Dahlan, i cili edhe ka bërë një libër, librin e keni këtu te ky linku më poshtë, e keni në anglisht përthyer me titull Fitnatul al-Wahabia, apo fitnja e vehabizmit, ku Muftiu i Mekës sa asaj kohe i përgjigjet këtij psikopatit që doli në shkretirat e Nexhdit, Abdul Wahabit, dhe tregon krimet edhe idiotësirat e këtij person. Ky është libri. Tani, pse po e bëj këtë video? Një nga arsyet që më nxiti ta bëj këtë video ishte vdekja e muftiut të Arabisë Saudite dhe reagimet e menjëhershme të këtyre vehabistëve nga Ballkani për vdekjen e këtij shehut me një sy që duket sikur Dajjal. Ky muftiu i Arabisë Saudite që ka patë emrin, se unë harroj dhe emrin aty. Sheh Abdul Aziz bin Abdullah Al Sheikh, edhe pse është një nga krijesat ndoshta më të shëmtuara që ka krijuar Allahu në tokë, ka vehabitrit, hoxhallarët vehabitër nisën të gjithë duke bërë video e postime e shkrime për vdekjen e këtij krye muftiu të Arabisë Saudite. Dikush që ndoshta edhe nuk është musliman, ose që është musliman ka lexuar vetëm Kuranin,
Po të shohi këto reagime të këtyre mund të pyesi vetën, ore si është e mundur që gjithë këto reagime për vdekjen e muftiut të Arabisë Saudite dhe nuk ka kjo lloj reagimesh kur vdes fjala bie muftiu i Turqisë, kryemuftiu i Malajzisë, i Indonezisë apo edhe i Bosnjës. Arsyeja pse ka patur gjithë këto reagime për vdekjen e muftiut të Arabisë Saudite, ju mund ta shikoni edhe foton e tij. Është njëri që Allahu e ka bërë shumë të shëmtuar, ja ka marrë surratin. Nuk është se ky është pasardhësi i profetit Muhammed, por ky person, sikur bëra edhe një postim në Facebookun tim, tu shikoni foton e këtij personi që i ngjan Kiklopit, kush ka parë filmin me Odisen, unë kur kam qenë i vogël e shikoja shumë filmin e Odises, më pëlqente, edhe nëse mbani mend, për ata që janë gjenerata ime, gjenerata e komunizmit, besoj ju e mbani mend Ciklopin, sa i frikshëm që ka qenë. Dhe ky plaku që shikoni këtu që është kaq i shëmtuar, që i ngjan Ciklopit, arsyeja pse vdekja e tij i kanë ditur gjitha vehabi që të bëjnë këto video, nuk është se ky është ndonjë melaçe apo ndonjë i dërguar i Allahut dhe i Xhibrilit, por se ky person është një person shumë i pasur. Është një person që buxheti i muftinisë së tij vjetor ka qenë 26 milion dollar në vit, dhe këta hoxhallar, sikur Ahmet Kalaja, sikur Bekir Halimi e të tjerët, apo edhe ky kryemuftiu gylenisti KMSH-s Bujar Spahiu, këtë person e kanë nën Terezën e tyre, sepse ky person është nga personat kryesor që financon islamin vehabist në botë. Në një postim që bëra në Facebook them, Ahmet Kalaja them është njeriu më i rëndësishëm i regjimit saudit në Shqipëri, nga që them që të takosh muftiun me një sy, sikur Dexhalli, është quaj me një sy si Dexhalli, të Arabisë Saudite, Sheh Abdulaziz El Sheikh, kjo tregon që regjimi saudit ka njeriu kryesor në Ballkan. Pse e them këtë gjë? Se po dua unë që të takoja këtë çorrin, mos mlinte njëri. Bekir Halimi ndoshta e ka ëndër që të takoj këtë, por sauditët i përdhjedhin njerëzit e tyre, dhe sikur tregon kjo foto, Ahmet Kalan, ata e kanë zgjedhur si emisarin e tyre për Shqipërinë e ndoshta për Ballkanin. E them, muftiu i Arabisë Saudite është njeriu i dytë më i fuqishëm në Saudi pas mbretit apo diktatorit vehabist, të familjes që ka pushtuar dy xhamite shenjta. Për personat që njohin historinë e Arabisë Saudite, kjo mbretëri u ndërtua në aleancë me sauditëve dhe familjes Al Sheikh, dhe në vitin 1924, kur bie kalifati Osman, dhe Sherif Huseini, që ishte mbreti i Hijazit, që u tërbua me britanikët që e tradhuan, e shpall veten e tij kalifin e Islamit, sepse historia e Islamit miq, për ata që njohin sunizmin, sunizmi fillon me Hazreti Abu Bekrin dhe mbaron me Sherif Huseinin. Kalifi i fundit i Islamit është Sherif Huseini në mars të vitit 1924. Dhe britanikët dhe zionistët, të cilët kishin plan global që do ta vrisnin Islamin, kur Sherif Huseini i Mekës e shpall veten kalif, urdhërojnë Abdulaziz Al Saudin, princin e Riyadit, e Nejdit, që të pushtoj Mekën dhe Medinën, të zhduki familjen e Sherif Huseini, dhe Sherif Huseini u detyrua u arratis nga Meka dhe Medina, ta mbaj Mekën dhe Medinën nën kontroll, dhe kështu është se si lindi mbretëria e Arabisë Saudite. Britanikët në vitin 1932, pasi i lanë sauditët për 7 vite në provë dhe u bindën që ata ishin armiq të sunizmit, më në fund
i njohën zyrtarisht Saudët, u bashkua sultanati i Nexhdit me mbretërinë e Hijazit dhe u krijua ajo që njihet si Al-Mamlaka Al-Arabia Al-Saudia apo mbretëria arabo-saudite. Dhe kusht i krijimit të Arabisë Saudite ishte që Arabia Saudite, ashtu sikur Ataturku në Turqi, që shkatroi kalifatin, dhe arsyeja pse Ataturku u mbështet nga francezët dhe britanikët dhe më parë nga bolshevikët ishte që të luftonte kalifatin dhe sultanatin. Edhe sauditët që u sollën në pushtet, deri sot e kësaj dite, qëllimi i tyre është lufta kundër sunetit, sunizmi. E them këtë për miqtë e mi ignorant vehabist, por do vi në pak momente dhe do shpjegoj se çfarë është vehabizmi dhe pse vehabizmi nuk është sunizëm. Edhe them në postimin tim, buxheti vjetor i këtij muftiut, këtu që shikoni këtij qorri, është 26 milion dollar në vit, ndërsa buxheti i Ministrisë së Davetit dhe Udhëzimit të Arabisë Saudite është 3 miliard dollar në vit. Pra, gjitha persona që bëjnë këto shkrime, Ahmet Kalaja që e përkujton këto, por nuk përkujton Tel Abie, muftiun e Malajzisë për shembull, nuk ka të bëjë se Ahmet Kalaja që edhe vetë Allahu e ka bërë shëmtuar, nuk e ka të bërë bukur, inshallah bën ai operacion plastik se ka shumë lek, por arsye pse Kalaja e do kaq shumë këtë sheh, nuk është se ka ndonjë lidhje ndërmjet katunit ti nga Tujani, nga vjen ai me këta beduinët që hanin zhapiqe deri para 50 viteve, por është raja, 3 miliard dollar. Se në vitet 2000, ndërsa Arabia Saudite dhe vetë Kuwaiti pallonin me para, vehabitër sikur Beqir Halimi dhe Sadullah Bajrami, të cilët merrshin 4.5 milion euro në vit miq, to janë vetëm ato që kanë dokumentuar amerikanët. Në videon e kaluar ua kam treguar shumat që po doj Bekir Halimi nëse unë pretendon që unë jam duke gënjur, le të vijë edhe të përballet me mua. E them, ndërsa këta vehabitët e Skopjes merrnin 4.5 milion euro në vit, fondacioni që amerikanët e shpallin terrorist Al Haramein, vetëm në Shqipëri shpenzonte 3 milion dollar për networkun e këtij hoxhës që është këtu. Me ajo xhamia e Dine Hoxhës, që ka patur një hoxh tjetër përpara Kalas, atë hoxhën me mbiemrin Tota, ishte kuksian, shumë burr i mirë, e hoqën, nuk e di ai dhan leka çfarë i bën, por e hoqën me pahir nga xhamia dhe erdhi Kalaja. Dhe Kalaja ka 22 vjet në atë xhami, është domethënë si sultani asaj xhamie, nuk e prek dot me dorë. Më kollaj heq atë jarin e KMSH-s apo Edi Ramën e heq nga kryeministria, se sa të heqë është Ahmet Kala. Dhe kur Kalaja e ka marrë xhamin e Dine Hoxhës, ka patur një buxhet 3 milion dollar që shpenzonte fondacioni Al Haramein. Nga viti 2003 deri në 2005, unë kam qenë këshilltar i kryetarit të KMSH-s Selim Muçës dhe unë e di luftën që bëhen në atë kohë për gjekët e Arabisë Saudite. Bilet në atë kohë ndodhi edhe vrasja e Saliti Varit, dhe në atë kohë ka patur një luftë shumë të eve ndërmjet Ermir Gjinishit dhe Saliti Varit, nga që Saliti Vari akuzonte Gjinishin që merrte lekët e vehabistëve. Dhe këto organizatat ndërkombëtare, harrova se si quheshin, një nga këto që financonte Transparency International, që ose jam gabim, edhe akuzoi Gjinishin që ishte kreu i vehabistëve. Tani, pse këtë vdekjen e muftiut të Arabisë Saudite, ky muftiu Gülenis Bujar Spahiu e vajton, por nuk vajton për shembull vdekjen e krye muftiut të Turqisë, është sërish te paraja. Nëse në vitet 2000, Arabia Saudite ka patur një buxhet vjetor të jashtëm prej 3 miliard dollarësh për financimin e xhamive dhe vehabitërve, në ditët tona besohet që është rreth 2 miliard dollar apo 500 milion dollar në vit. Dhe në rastin e Shqipërisë, për personat që e din konfliktin ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë, ku amerikanët KMSH-n ja kanë dhënë Gülenisëve, çfarë po kemi? Po kemi, nga që Gülenisët nuk kanë lek,
në këtë vitin e fundit 2025, biles kam harruar që ta fusa të lajmë këtu, Arabia Saudite, Ministri e Arsimit, ka nisur të bëjë investime në Shqipëri, i ka rilidhur rrogat hoxhallarët vehabist për 1200 euro në muaj. Pra, nëse ti je vehabist, të jep teskije apo rekomandim ky që shikoni këtu Ahmet Kalaja, dhe me korrupsion, edhe pse e pa shkollë, ti fillon hoxh xhamie diku, me mik nëpërmjet Ministrisë së Davetit mund marrësh 1200 euro në muaj, dhe 1200 euro nuk është rrogë e keqe. Një policë në Shqipëri merr 700.000 lekë në muaj në duket. Domethënë ti merr 2 fishën e policit. Pra, them në postimin që kam bërë në Facebook të foton e mosirpër, mos e shikoni si një foto të një hoxhe që është në hetim nga Spaku, që takon një gjind flak të shëmtuar dhe me një sy, por shikoni foton si një transakcion financiar prej miliona dollarësh. Pra, miq, kjo foto, për ata që din ta kuptojnë, flet për miliona dollar. Ashtu sikur fjala bie Edi Rama takohet me George Sorosin, kur takohet me Sorosin, ne kuptojmë që kemi të bëjmë me transakcione miliona dollarësh, e njëjta gjë është kur takon edhe këtë person, se ky është një person shumë i rëndësishëm. Domethënë ky mund duket shumë i shëmtuar, sigur i ka ikë shejtanit për duar, është apo sikur tjetë ai i friti, ai gjindi që përmendet në Kur'an. Ky është një njeri që kontrollon miliona dollar. E patë mirë me këtë, nuk e nevojë mik se të shkosh në Holland të shesësh drogë, apo të hysh nëpër burgjet e Amerikës dhe Kanadas apo të Kolumbisë për drogë. Jeta është e mirë. Tani, këtu janë disa dokumenta që i kam mbledhur me shpejtësi, vetëm për të ilustruar financimet që vehabizmi bën në Ballkan. Ky është nga Kongresi Amerikan. Tregon për shembull se si në vitin 2008 Imam Bekir Halimi kishte marrë që nga janari 2007 4.5 milion euro, që i binte në atë kohë diku tek 5.2 milion dollar. Imagjinoni miq, unë për shembull në 2008, isha në Itali, isha pak më mirë, por kur isha në Shqipëri unë merrja një rrok frek 300 euro në muaj kur isha mësues. Imagjinoni shumat e frikshme që këta njerëz kanë. Okej. Këtu është një shkrim tjetër nga viti 2008 që tregon se si Arabia Saudite këtë projektin për ta marrë në kontroll Islamin nuk e ka vetëm në Ballkan, por ky është një artikull nga Australia, se si Arabia Saudite i paguan imamët $2.000 në muaj. Bëhet fjalë për 2008-ën. Në atë kohë kur i kanë kapur këto dokumentet Bekir Halimit, Bekiri ka deklaruar që rrogën e ka patur sa kanë këta, 2.000 euro, por kishte marrë një 4.5 milion euro për sevap. Ja kishin dhënë ata, që i kanë thënë ata arabët e ke mjekrën e bukur, kjo dhe na duket si bablok, edhe po t'japim ja 4.5 milion euro në vit. Kjo që bën Arabia Saudite në Australi, në Shqipëri, kur isha në janar të këtij viti në Afrikën e Jugut, e pa që e njëjta gjë ndodhte edhe në Afrikën e Jugut. Në Afrikën e Jugut ishte kjo shoqata e Rabita al-Islamia, se afrikano-jugorët në Cape Town ku i ka unë ata janë Malay, janë Shafi, edhe çfarë bën Arabia Saudite tani, merrte kalamujt vegjël, sikur i merr edhe nga Ballkani, i çonte ata në Arabinë Saudite dhe kur ktheheshin se xhamit në Afrikën e Jugut, në Cape Town i mban mileti, i mban populli. Sikur në Kosovë dhe në Maqedoni që japin ato pagesat mujore. Tani Arabia Saudite çfarë bënte? Jepte atyre edhe dëgjon, 1.200 na $2.000 sa mund të jetë në muaj, edhe kontrollonte xhamit. Dhe kur isha unë në janar aty, ishim me Sheh Imran Husseinin, do mbanim një leksion mbi zionizmin dhe ahirul zamanin dhe Palestinën. Sa e mori vesh kjo organizata Rabita për të cënoi gjithë hoxhallarët që i paguante, i thoshte, nëse ju do ta sillni Imran Husseinin në xhami, ne u presim rrogën. Edhe çfarë ndodhi Sheh Imranit, po edhe mua u detyruam shkuam në Universitetin e Cape Townit, dhe ishte kjo shoqata e rinisë myslimane që na organizoi leksionin në një sallë të madhe. Ja që ishte vështirë që të shkonim në xhamit që
Hoxhallarët kishin rënë dakord më herët, nga që sauditët e morën vesh që erdhi Imran Husseini dhe me njëherë urdhëruan këta hoxhallarët që mbanin me lek, i thanë do t'ju heqim bukën e gojës nëse do fusni Imran Husseinin në xhami. Okej, vazhdojmë prap me prezantimin e dokumentave. Tani për Bekir Halimin ju keni shumë informacione, këtu e keni edhe në maqedonisht për pastrimin e parave tjere, se pati shumë veta që kishin bërë komente, më shanin e më bënin shia, e ku digjohën budallu që tjera. Këtu është një dokument nga Kombet e Bashkuara, United Nations Security Council, i cili në 2004 e shpallën Al-Haraminin organizat terroriste, në atë kohë kur policia jo nuk ishte antiterrori, hitën bën kontrollet e Haramenit, nuk i gjetën asnjë gjë, nga që legët i kishin hequr, as kishin dokumenta se arabët janë shumë mirë, janë primitiv për këtë punë, edhe nuk i kap dot. Ky është një dokument nga gjykatat amerikane për fondacionin Al-Haramein, domethënë është ky që ka financuar vehabizmin në masë në Shqipëri. Edhe pse mora këtë dokumentin për treguar buxhetin vjetor që ka patur kjo organizata e Ahmet Kalas. Ka patur një buxhet nga 30 deri në 80 milion dollar në vit. Kuptoni miq, çfarë shumë është të frikshme? Bëhet fjalë për vitin 2003-2004, kur unë i shkreti punoja për 300 euro në muaj, isha mësues në një shkollën Kajtaz në Tiranë, kur këta njerëz kishin shumë të frikshme. Dhe këta me legët që kishin, këta blenin prokuror, blenin gjyqtar, këta të varrosun, ishin të tmerrshëm. Okej, ky ishte një dokument tjetër që gjeta në internet, Hardhimi i ekstremizmit online në Maqedoninë e Veriut, ku sërish flet. Këtu dolëm nga Bekir Halimi, dolëm te ky vampiri tjetër, Sadullah Bajram. Se edhe për Sadullah Bajramin ka dokumente që ka marrë shumë para nga këto fondacionet arabe. Bile sigur do ta tregoj pak më poshtë në WikiLeaks tregohet që edhe ky ishte marrës i 4.5 milion eurove të Bekir Halimit, i merrshin se si ndanin, Allahu e di. Por ky Sadullah Bajrami është shumë interesant, se ndërsa Bekir Halimi është më lepur, më frikata, ky është më trim, edhe pse është i shëmtut, Allahu ja ka marrë surratin, po është më trim se ky Halimi. Dhe ky tani që të tre janë një rrym, janë vehabista, se s'kan dalë të medhalistat akoma, po ky ka marrë edhe një hap tjetër në qershor të vitit 2020. Ky ka themeluar një komunitet të ri fetar në Maqedoni që quhet Bashkësia e Ehlis Sunetit dhe Xhamatit me Selin Kumanov. Domethënë ky ka dalë fare nga komuniteti islam. Ky është pak a shumë si Ahmet Kadiani, ka themelu fenë e vet, ka themelu kishën e vet. Shumë person interesant. Edhe këtu janë disa nga përmendjet e këtij studimi, ku të flitet për Bekir Halimin, Sadullah Bajramin, për fondet që këta merrnin. Por si Bekir Halimi, si Sadullah Bajrami në atë kohë, vitet 2000, u etiketuan nga amerikanët dhe spionazhet perëndimore si njerëz të lidhur me selefizmin xhihadist. Pra, sigur po thoja, më duket e përmenda më herët, Arabia Saudite e shpik vehabizmin, në 1924 pushtojnë Mekën edhe Medinën, u jepet tenderi nga britanikët që do merrni Mekën edhe Medinën nën kontroll me kush që nuk do lejoni sunizmin që të rikrijohet. Por ç'a ndodh gjatë luftës ftohtë, amerikanët e përdorin vehabizmin saudit për të bërë xhihadin në Afganistan, ku krijua Al-Qaida. Dhe ç'a ndodh në vitet 90, kur bie komunizmi, rinia myslimane shqiptare, por edhe nga popujt tjerë, nga që studionin islamin, ku t'ikim ca ikin Jordani, nëpër vendet e vllazërisë myslimane, disa ikin në Siri, te Asadi, po nga këti
shkojnë në Arabinë Saudite ku indoktrinohen me këtë selefizmin xhihadist. Dhe arsyeja pse në vitin 2004 amerikanët i godasin këta është se atëherë Bush i shpall luftën kundër terrorizmit dhe amerikanët këta i panë si selefist xhihadist. Metkalistët u krijuan që të godasin këta. Okej, këtu është një dokument tjetër që e kam bërë print screen nga WikiLeaks, ku tregohet për Bekir Halimin, që ishte korrieri i pastrimit parave nga Arabia Saudite nëpërmjet shoqatës Al-Waqf Al-Islamia, të cilat i sillte në Maqedoni. Okej, këtu kemi sërish Bekir Halimin për qëndrimet e tija ekstremiste. Kemi edhe Sadullah Bajramin në këto tablot e ambasadës amerikane në Skopje, Sabedin Salman dhe Sadullah Bajram, të cilët gjithashtu janë të akuzuar si persona që merrnin lek në bashkëpunim me Bekir Halimin me shoqatën bamirësia dhe i sillnin ato në Maqedoni. Tani, dikush do më thotë ku është e keqja, kanë marrë lek, kanë bërë xhami. Nuk është problem. Marrin lek, bëjnë xhami, okay, çfarë do bënin, do studioni diku shqiptar. Por problemi është se ta, ndërsa shkuan në Arabinë Saudite me sinqeritet për studiuar Islamin, ta u bën pjesë e propagandës dhe politikave të ndyra të Arabisë Saudite për të patur kontroll mbi Islamin botror. Këtu kam sjell disa libra për ata prej jush që lexojnë, njëri The Sun King, Reform and Repression in Saudi Arabia, ku tregohet se si regjimi apo shteti saudit përdor vehabizmin për të kontrolluar Islamin brenda Arabisë Saudite, por edhe jashtë. Domethënë, nëse ti bëhesh një oponent i familjes saudite, këta të shpallin qafirë të vinë vrasin. Biles mbaj mend në vitin 1999, kur në vitin 1999 kur shkojnë në Haxh në Arabinë Saudite, edhe atëre kur shkojnë në Haxh më bën shumë përshtypje varfëria dhe ignoranca. Edhe nga ato që ikja u tallja me këta vehabistët, aty kam takuar edhe këtë Bekir Halimin edhe atë vehabistin e Mitrovitës, e mjekër të madhe se harrova emrin. Edhe i shoh këta ishin ignorant, as nuk lexonin, as nuk dinin gjë, hesnin kështu me thashe theme, thonin jo ka vdek Franjo Tuxhmani, Allahu Akbar, rrishin kështu gjithë tullac, as lexonin, vetëm hanin gjithë ditën pilat, hesnin zbat. Edhe fillova të tallja me këta vehabistët, e më thot një shëllim, kam qenë në Mekë, pasi kisha bërë haxhin, e më thot, se thot, mos fol shumë, thot, se me këta vehabistët, thot, s'ka shaka, thot, se këta, thot, ti je këtu, thot, vizitor, thot, po, këta edhe kur je vizitor dhe je haxhi, thot, këta janë gjithë spiuna, spionojnë me njëri tjetrin, të spionojnë te muhabarati, që është spionazhi saudit, këta thot, vinë, thot, hedhin thesin kokë, tha, gjujnë me dru pas kokës, tha, pusin burg edhe për ditë premte, të nxjerrin para popullit, të shpall myftiu qafir, tha, ta presin kokën, tha, dhe me këta shkon xhehenem, tha, me këta s'ka shaka. E du të them që ky vehabizmi është një përdorim i ligë i Islamit nga Mbretëria e Arabisë Saudite, por këta nuk janë musliman, këta janë munafik, ky është sekt, është kult. Një libër tjetër shumë interesant se si Arabia Saudite e manipulon vehabizmin, është ky libri nga Mark Owen Jones me titull Digital Authoritarianism in the Middle East, që tregon se si Arabia Saudite përdor fake news, dezinformacion, rrena, mashtrime e trushplan popullit. Dhe një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj trushplarje bëhet nëpërmjet hoxhallarëve. Prandaj po merrem me këta debilat e Skopjes edhe Prizrenit edhe Tiranës, sepse dua të tregoj se si Arabia Saudite përdor xhamit, përdor ignorantët për të justifikuar politikat e saj. Ky është
Okej, do të thënë kam përfshirë edhe një artikull mbi social media manipulation, se si për personat këto po i nxjerr për ata që studiojnë dhe lexojnë, mund t'i lexojnë këto shkrimime më mbrapa, ku tregohet se si Arabia Saudite shpenzon me miliona dollar të manipulojë mediat sociale diskutimin në favor të pushtetit të tyre. Sepse duhet të kuptoni diçka miq, që Arabia Saudite është një diktaturë totalitare. Vehabizmi nuk është, domethënë edhe pse është feja zyrtare e Arabisë Saudite, vehabistët mund të jenë një 10% e popullatës. Shumica e popullatës nuk janë vehabi, janë hambeli edhe me të tjera. Dhe kjo familje mizore dhe kriminale, në mënyrë që të mbajë pushtetin, ka nevojë për dezinformacion. Dhe ashtu sikur thoshte Marksi që feja është opium për popullin, këta e përdorin islamin si opium. Domethënë se këta janë shumë prej tyre janë qafira, janë munafik. Ata nuk besojnë islam, por ata e përdorin islamin nëpërmjet idiotëve tanë për të krijuar kamikaz që do jenë të gatshëm që do vdesin për ata. Tani, pasi fola për këtë vehabizmin apo selefizmin xhihadist, ku kemi Bekir Halimin, Ahmet Kalan si një shembull dhe Sadullah Bajramin, ku Ahmeti është më i moderuar dhe prandaj edhe sauditët e marrin e çojnë takoj kryemiftiun e tyre, se kryemiftiun e tyre nuk e takon dot. Domethënë takosh kryemiftiun e tyre, ai është njeriu i dytë më i rëndësishëm pas këtij zionistit Muhammed bin Salmanit. Ndërsa Bekirin, me sa unë di, domethënë nuk e kanë shumë qejf, nuk e di, ndoshta që kur e kapën atëherë me këto legët, ndërsa Sadullahin me sa diu nuk e duan fare se e shohin si shumë ekstremist. Ka bën muhabaratit saudit nga viti 2003, fillon, jo 2003, që kjo fillon më herët, që në 2000, se për shembull këtë krijon një sakt të ri brenda vehabizmit që quhet medkhalizëm. Në atë kohë un kam qenë imam në xhamin e kombinatit nga 93 96, ne ishim sunni, ishim muslimanë, ishim njerëz sinqert. Shkonim në xhami për hir të Allahut, nuk shkonim për lekë, për kështu gjonash. E që në ndodhi neve është që në vitin 99 na erdhi një zezak në xhamin tonë nga Sudani me emrin Mexhdi, i cili ku dëgjon e përzun nga xhamia nga që ças bonte. Edhe ky mori dhe na çovi disa nga djemtë tan të xhamis, njëri ishte Alfred Meta, tjetri ishte Ervin Ago, ishin një dy tjerë, çovi në Arabinë Saudite. Kur kthehen ka nga Arabia Saudite në 2003, këta bën qafira gjithë xhamatin, ne them, wow, çka ka ndodhur? Se këta ishin kalamoj tanë, ne kishim rrit, i kishim mësuar shahadetin edhe abdesin e namazin. Më vonë e kuptuam se ne nuk i dinim lojrat e muhabaratit saudit, që këta ishin për medhalist. Tani, ç'është ky medhalizmi? Ky është një rrymë ekstreme e selefizmit, e cila u krijua nga muhabarati saudit, u krijua për të sulmuar dhe të shkatruar këtë selefizmin militant të Sadullah Bajramit. Dhe këta medhalistët, kush është ideologjia e tyre? Ideologjia e tyre është që mbreti i Arabisë Saudite është njëri i shenjtë, se këta vehabistët e Al-Qaidës këta thanë që mbreti u bë qafir nga që po bashkëpunon me Izraelin dhe me Amerikën. Ka thonë që mbreti është njëri i shenjtë dhe kush shan mbretin ka bërë kufër. E maj men në xhamin e kombinatit ka qenë njoni i çuni mirë, po ignorant, me emrin Toni Shkreti. Edhe në vitet 2000 ky Toni më thot mu, ja, vinim faleshim në një xhami edhe unë jepsha selam, ai nuk ma kthente selamin. Edhe unë e pash ai s'ma kthente selamin edhe i themi ditë insistoj selam aleikum, nuk ma kthente. Ishte nxënës i këtyre medhalistëve të Alfred Metës. I them, ure, pse s'ma kthen selamin ti mu? Po tha, ma bëj halal vallë, tha, po ti e bë qafir. Po pse e bë qafir unë? Po se ti tha ti e sha mretin. Të mret më ritoshën. Mbretin Zogi thashun? Jo, tha, mbretin e Arabisë Saudite. Unë kam mbretin me neve tash, ne jena më shqipimër për të. Unë kena ne me mbretin e Arabisë. Jo, tha, se unë e di, tha, se më kanë thënë, se hecin edhe me sa shasfeme, tha, që ti ke thënë në filan kafe që mbreti i Arabisë Saudite nuk është burr i mirë. Ha, u i thash.
Po kjo që nga Gjeroni thotë, po pse tashun po shave mbretin Borë Qafir? Po tha, që kanë thënë dietarët ta, e shave mbretin dhe Borë Qafir. Po mirë thash, a ka mundësi të bëj tobe më burrit? Bëj tobe se dia vallaj se më Borë Qafir o gjë e modhe më burr. Jo, tha valla, tha ty s'pranoj tobe, tha ma bëj hallau, tha. Ti tha sa ti je gjallë, tha unë ty tha nuk t'jap selon, tha se ti je qafir. Thash valla si jam qafir, nëse ju falem Allahut bashkë në xhami, thashun. Jo, tha. Je qafir, tha se ke shah mbretit. Dhe këta medkalistët janë më fanatik se sa këta vehabistët gjihadist. Dhe këta kanë adhurim, do më thënë këta i falen atij mbretit Arabisë Saudite. Edhe këta të vrasin, do më thënë këtyre u shaven mbretin, me këta nuk e hajgare. Tani, kur nisi lufta në Gaza, për ata që ndjekin konfliktin, këtu keni një shkrim nga The Times of Israel i 2025-ës, kur Izraeli nisi gjenocidin, ne kemi këta sheikët e medkalizmit, ky është Shamsi Ben Nasif, një nga kryideologët e medkalizmit, i cili doli me hutbe duke mbështetur Izraelin. Dhe shkrimet pro medkalizmve u botuan edhe in the Times of Israel, pati shumë krime nga media izraelite, të cilat thonin që ky islami i Sheh Rabiet, medkalizmi është islam që neve duhet ta mbështesim, nga që është islam që na shërben neve. Tani, çfarë bën islami vehabit? Dhe pse unë po kapem me islamin vehabit? Këtu shikoni një libër të botuar në vitin, këta nuk bën edhe, nuk shkruan, vitin 2018, nga një nga krerët e medkalizmit në Shqipëri me emrin Alban Malaj. Kanë edhe një faqe në internet salafi.org. Edhe kemi 118 miq. Huthit, Ansarullah, Yemenin nuk njihen ato. Huthit janë këta që lëshojnë që kishin vrarë, kishin plagosur 40 veta dje në Eilat të Izraelit. Por spionazhi izraelit nëpërmjet muhabaratit saudit e kupton që këta Huthit janë islamistë të vërtet që duan të ndihmojnë Palestinën dhe ndihmojnë palestinezët. Dhe këta fillojnë që në vitet, nuk e di vitin e saktë, ndoshta 2015 apo dëgjon, një propagandë të paparë nëpër xhamira kundër Huthive të Yemenit. Dhe ky është edhe një nga librat e parë që un kam parë që boton se këta botonin e fletushka etj, ku sulmonin Huthi dhe i bënin shiiq. Këta Huthit nuk janë shia, këta janë Zeidi, është një sekt tjetër i islamit, por nuk janë si shiitët e Iranit. Dhe ky muhabarati apo shërbimi sekret saudit nëpërmjet medkalizmit sulmon armiqt e mbretërisë Arabisë Saudite, ata që kërcënojnë pushtetin e mbretit, dhe sulmon edhe armiqt e Izraelit. Do të thotë nëse ti bën një lëvizje thua unë do shliroj Palestinën nesër, do dali një hoxhë, një Rabi el Medkhali apo në i gamor tjetër që këta kanë me kile, edhe ta faktirat nëpër Ballkan që këta i majnë me buk, do i shkruajnë një libër, do thotë këta janë qafira se ka thënë filani kështu si puna ime, domethënë, që më thoshte ai medkalisti kombinati që ti nuk je musliman, nga që ke shar mbretin, do të bëjnë qafir, do botojnë libra dhe këto libra do ndahen nëpër xhamira dhe ti do shikosh rreth teje një grup armiqësor me njerëz e ti do thosh, ore çfarë kanë bën këtyre njerëzve? Po duhet kuptuar që brapa e gërsimit të këtyre qëndron Arabia Saudite, muhabarati, shërbimi sekret saudit, që i paguan këta njerëz, prandaj u nxorën dokumentat për Sadullah Bajramin dhe atë Beqir Halimin që mos thoni që un po bëj rrena. Biles kishte ca komentues, ishte një motër muslimane në Facebook më thoshte tani po përdor burimet e qafirave, thoshte, edhe ti si Altin Goxha i thoshte, e nxorë surratin, e thoshte po e nxora i thoshte, ç'a do bëj? Dhe po u tregoj këto dokumente, pa rëndësi ka, i kanë botu amerikanët, ai kanë botu iranianët. Dokumenti është dokument, ë? Sikur thon romakët verba vola scripta mantien. Fjalën e merr era, shkrimi ngelet. Dhe ç'a duhet them? Arabia Saudite, nëpërmjet fondeve që i jep vehabistëve, nga Australia deri në Afrikën e Jugut që unë i tregova,
nga xhamit e Paskuqanit deri te Dine Hoxha dhe xhamit e Kumanovës, këta hoxhallar që i paguan, Arabia Saudite nuk i paguan për shpirt babës. Domethënë, ai myftiu me isy, ai qorri i Arabisë Saudite që e pret Ahmet Kalan me lozhe, nuk është se do katonarin e Tujanit, por sepse i duhet agenti i tij, sepse Ahmet Kalan, duke shar armiqt e Arabisë Saudite, arrin që të mobilizoj me mira idiot, të cilët do të jenë gatshëm të bëhen kamikaz për Arabinë Saudite. Dhe për personat që më njohin mua, kanë ndjekur shkrimet e mia në për vite etj etj, ju e dini që që në vitin 2012 unë nisa 2011 nisa sherrë me vehabistët, saqë Ahmet Kalaj edhe mallkonte xhamin e vet, sepse filluan duke radikalizuar njerëz, bante Ahmeti hyt dhe thoshte, u vllazni ka dalë me laqet në Damask, në Siri, po vinë me laqet po luftojnë kundër Asadit, kupton? Merri idiotësira Ahmet Kalaj, se i shkreti është edhe pa shkollë, dhe pse i ka varë targën vetës sigur është doktor, janë zorën tani që edhe atë doktoratën që kanë shkruar tjerët e kishte plagjatur. Po, domethënë, Arabia Saudite funksionon me idiot, me ignorant, me njerëz pa ditur, të cilët i merr, i rekruton, i paguan, dhe kur Arabia Saudite do të bëjë luftë, për shembull luftën në Siri, ka vëllezërit tan musliman që shkuan dhe vdiqën në Siri, ata shumë për atyre kanë qenë njerëz shumë mirë, po ishin idiot. U trosh plan nga këta njerëz. Sepse filluan që nga Bekir Alimi, te Sadullah Bajrami, te Ahmet Kalaja, po duhet përmend emra të tjerë nga Prishtina, e Kumanova, e Tirana, e gjitha ne që mashin hutbe dhe qani thonin, po na përdunon Asadi, po na përdunon shkat, po na vrasin motrat. I trush plan këta budallëk, i hypën në për avion, i çuan aty, dhe pastaj kush i vrau këta? I vran vetë vehabitët, vran njëri tjetrin se s'kishte shia në Siri. Asadi shkret që me origjinë ishte alevit, nuk u sulmua pse është alevit, se më i men atëherë i thoi Ahmet Kalas, por idiot i thoja, po kur ti urren ka shumë alevitët, se nuk na vret Ilir Metën, i thosë, edhe Ilir Metën e kemi alevit Bektashi. Jo, ai është aleviti, atë duhet vrasim. Edhe kështu është se si Arabia Saudite, në mënyrë shumë të ndyrë, ushqen islamin me idiotësira të këtyre, sigur e hutbi ati idiotin në fillim që thoshte si i lufton islami morrat, se s'ka punë tjetër islami po si të heqë morrat, dhe rekruton ignorant, njerëz pa shkollë. Për shembull Ahmet Kalaj sikur mos ishte Arabia Saudite, tani do ishte në Tujan, do ishte një bari dhish, se aty nuk rriten lopët nga që është mal, po dhia mund të rritet, mund mbante edhe ca koshere me blet. Por Arabia Saudite çfarë ka bërë këtyre? Edhe unë mbaj mend, kam patur një sherr në vitin 1999, kam patur në Mekë, e kam përmendur edhe në video tjera me një Amr Al-Azazi, që ka qenë sekretari i kësaj shoqatës Al-Haramein, se kur i ke që bëj haxhin, takoi studentët shqiptar në Saudi dhe ishin idiotë, ishin katunar, dobçar, barin, dinin me fol shqip. I them, "Ore, po pse keni marrë kështu tash? Pse s'keni marrë ca nxënës mirë?" Po jo, tha, ne këta na duan ta, se ju tha çunat e qytetit ta ju tha jeni ditur ta dhe s'na bindeni ne. Unë atëherë u habita thash, ore çfarë këto më, se unë nuk i kuptoja projektet e Arabisë Saudite, nga që isha akoma naiv. Të dalim sërish te propaganda dhe mënyra se si funksionon vehabizmi. Tani, përveç me të halive, të cilët i ka krijuar Muhabarati Saudit që sulmojnë ta selefistët e tjerë, selefisti ky Kingu që e shikoni këtu që e kam patur shok që të vogël, jemi rritur me këtë, Justinian Topulli. Ndërsa lufton këta, edhe njerëz si Bekir Halimi, Bon Shafira dal nga feja, donatorët saudit që shndrojnë brapa i përdorin të dy palët, përdorin si methalistët si këta që unë po i quaj vehabist apo hizbi, sigur i quajnë, që merren me politikë ta. Se për ta vehabistët methalist merresh me politikë je hizbi. Hizbi do thotë parti, dhe po morë me parti është mëkat i madh. Por që të dy këto grupe idiotësh përdoren nga Saudia pastaj për të sulmuar Iranin, shiitët. Tu kemi një shkrim nga Justinian Topulli, pse duhet të njohim se kush janë shiitët. Në videon e kaluar përmenda debatin që kam pat me Justinian Topull në 2007, ku më thoshte 20% e gjithë literaturës që ne botojmë ka të bëjë me Iran dhe me shiitët. Dhe unë i thash, po
Ç'të majkësit, ç'të thomës doni ju me shiitët me Iranin. Irani është në të Arushës. Merruni me Baba Mondin, e thash, se ky thot Allah Muhammed Ali, bon trinitet fare. Që shkoni rregulloni Baba Mondin, futeni në synizëm. Po jo, tha, se kështu na japin urdhër. Pra, ta janë njerëz me telekomandë. Dhe këtu keni Justinian Topullin. Okej, këtu keni këtë portalin Koha Islame që e ka Bekir Halimi. Këtu është një shkrim tjetër që i bëhet elozhe Abdul Aziz Al Sheikut. Sigur a thash më herët, elozhet Abdul Aziz Al Sheikut nuk i bëhet nga që Abdul Aziz i vishet me fustan si gratë edhe vë këtë çarçafin kokë, por sepse Abdul Aziz Al Sheiku kontrollon me miliona dollar. Okej, tu kemi këtë trapin nga Prizreni Ergin Shalën, i cili edhe pse është metkalist, ka video shiat dhe ndërlidhja tyre me sufit dhe havarijgjët. Dhe këtu kemi këtë portalin e këtyre metkalistëve të Alban Malës, selefi.org, ku sikur e shikoni nga 3-4 libra që këta kanë votuar, njëri është Fetva rreth mjekësisë, 2 të ringjallin synetin e pejgamberit, 2 libra i shërbejnë politikës saudite. 1 është feja e shiitëve, tregojmë se shiitët janë të devijuar dhe e kanë lënë islamin dhe duhet t'i luftojmë, dhe kush luftohet tjetër? Ikhwanul Muslimin, vllazëria myslimane. Kush është vllazëria myslimane miq? Vllazëria myslimane është partia e Muhammed Morsit që mori pushtetin në Egjipt. Se duhet të kuptoni një gjë që ta, sidomos metkalistët janë më besnik. Biles, nuk e di, më duket kam treguar në një nga videot e tjera që sheikët e tyre edhe pranojnë hapur që ata punojnë me muhabaratin. E thon kush e keqe që punojnë me muhabaratin saudit, me spionazhin. Arabia Saudite nuk sulmon vetëm shiitët, nuk sulmon vetëm Huthiit, po sulmon edhe vllazërinë myslimane. Vllazëria myslimane, për ata që e dinë historinë, është lëvizje e themeluar në Egypt nga Hasan al-Banna, pasi u shkatrua kalifati nga britanikët dhe nga sauditët. Hasan al-Banna fillon lëvizjen e vllazërisë myslimane për të rikrijuar kalifat. Vllazëria myslimane do të ndiqet nga Imadi Said Qutb, librat e tij, shenjat në rrugë etj etj. Dhe kulminacioni i vllazërisë myslimane do vinë kohën e Obama, kur vllazëria myslimane me Mohamed Morsin do marrin pushtet në Egjipt, gjë që do friksoj Arabinë Saudite, se Egjipti është demokraci. Mohamed Morsi ishte ylli i Egjiptit, gjithë populli e donte, edhe u trodhën Sauditët, se thanë, duke patur demokracinë në Egjipt, do na vjedhë neve demokracia dhe këto kurvat, këto sheikët me fustane, kush do t'i mbajë me buksa, kush do t'i financoj, edhe këta mbretërit e Arabisë Saudite, prandaj së bashku me CIA dhe me Izraelin organizuan gryshtin e shtetit dhe rrëzuan vllazërinë myslimane. Se duhet kuptojmë një gjë. Dhe po të shikoni me vëmendje këta metkalistët sidomos, se këta janë më idiotët e vehabive, këta janë në program. Domethënë, këtë do sulmojmë neve, se këta i krijojnë muhabarati saudit për të sulmuar ta selefistët xhihadist, njerëz sikur Sadullah Bajrami, se këta thonë jo, thonë s'merr me politika o haram, u morën me politikë, na përmendë mbretin një qafir direkte. Pra i përdor spionazhi saudit për konsum të brendshëm kundër atyre selefive revolucionar, i përdor kundër vllazërisë myslimane, e cila është një lëvizje progresiste, Hamasi është vllazëri myslimane, dhe i përdor kundër këtyre sekteve të ndryshme që ne sot i quajmë shite, por nuk janë gjitha shite, se Zeidit nuk janë shite në konceptin klasik. Gjitha këto që nuk i binden diktaturës utopike, totalitare të Arabisë Saudite. Prandaj këta metkalistët, sikur e patën video, këta sulmojnë edhe vllazërinë myslimane. Tani sërish në këtë faqen e selefistëve, të këtyre metkalistëve, shikoni për shembull sa shkrime kanë. Janë shkrime pafund miq, po s'pata nerva me i pa. Po, kemi, domethënë, kjo është faqja selefi.org, dhe po të dini doktrinën e selefizmit, sa thonë, do merrim ne me synet. Profeti Muhammed e ka patur mjekrën gjysmë metër, do ta marrim gjysmë metër. Profeti Muhammed i ka rrëzuar, i ka luftuar morrat me këtë formë, kështu do t'i luftojmë ne. Këta merren me budalliqe, po këta nuk merren vetëm me këto prallat arabe, dhe shumë nga këto hadithe nuk janë të vërteta.
që përmendi këta, por këta një pjesë, ndoshta 20%, sikur e kanë patur këta vehabistët e tjerë, rreth 20% të publikimeve të tyre, ndoshta edhe më shumë, i kanë për shiitët. Shiat e mallkuara, shiat, edhe shikoni shkrimet. Republika e Iranit nga ana e jashtme shfaq Islamin, kurse nga brenda ata janë idhujtar. Sheh Ibn Bazi, shiat Rafidin nuk janë musliman. Shiat janë të parët që përhapen sufizmin. Babai shpirtëror i shiave ishte Yahud, ishte Çifut. E kuptoni miq, regjimi iranian, shiat. Kjo se shkoni faqen e Mariam Rajavit në Cërin, që është ai sekti mujahidinëve dhe ata thonë mullahut do na vrasin. Apo nëse ju kujtohet Max Velo kur uzinte me mua nëpër televizione. Raketat e Iranit thoshte. Ato xhamit e Maqedonisë me minare janë raketat e Iranit. Do thënë, tamam sikur histeria e Max Velos, që edhe këta metkalistët, por edhe vehabistët, janë histerik për Iranin. Gënjejnë, shpipin. Po tani vjen pjesa më e bukur. Se doa t'ju vërtetoj se sa mashtrues janë vehabitët. Nuk jam shia, jam suni, mos më trani çapin që më thoni jam shia. Ignorant. Po thjesht po i bëj këtë gjëra për t'ju treguar se si funksionon spionazhi saudit në xhamit tona. Tani, do t'ju luaj një video nga ky idiot. Nuk kam nerva që të merr me Bekir Halimin, por do t'ju ilustroj se si këta njerëz gënjejnë. Dhe unë këta i ftoj, nga Bekir Halimi, nga Ajvan Malaj, nga Alfred Meta, nga Justinian Topull, i ftoj të gjithë në debat, i them, hajde, bëjmë debat. A janë shiat ashtu sikur ju thoni, dhe pse ju merreni me shiat, sepse do t'ju tregoj në fund të kësaj video pse këta merren me shiat. Dëgjoni këtë video. Oily skin and imperfections? Effaclar foaming gel, 100% excess sebum removed. Kemi çfarë të bëjmë? Reklam e këtij Bekir Halimit. Irani është një shtet i bazuar në dy tipare që nuk lejojnë që ai duke u mbështetur në tiparet të llogaritet të shtetit islam. Tipari i parë, dhe kjo qëndron në Konstitutën e Iranit, bazohet në popullin persian dhe me këtë, do thot, në mënyrë ekskluzive i përjashton jo persianët, dhe e dyta në mënyrë do më thonë decide shkruan atje se i mbështetet mëdhëbit Xhaferit dhe jo Kur'anit dhe Sunetit. Okej, miq. E dëgjua se çfarë thot Bekir Halimi? Tha që ky është një vend që sundimtarët i kapë persian dhe mbështetet në mëdhëbin Xhaferi dhe Kur'anin dhe Sunetin. Atëherë le të shkojmë në Kushtetutën e Iranit. Kjo është Kushtetuta e Iranit, miq. Artikulli 12. Çfarë thot kjo? Kushtetuta e Iranit. Kushtetuta e Iranit, mund ta lexoni. Kushtetuta e Iranit çfarë thot? Feja zyrtare e Iranit është Islami dhe shkolla e 12-ve Xhaferi, por të tjera shkolla që ekzistojnë të Islamit janë Hanefizmi, Shafizmi, Malekizmi, Hambalizmi dhe Zejdizmi, dhe ato respektohen totalisht, në mënyrë totale, dhe ndjekësit e tyre janë të lirë që të veprojnë sipas jurisprudencës së tyre. Këto shkolla, thot Kushtetuta e Iranit, se po i përgjigjen Bekir Halimit, kanë status zyrtar në çështje që janë me edukimin fetar, çështjet personale, martesa, divorci e tjerë, litigation, do më thënë shariati nëpër gjykata, dhe nëpër rajonet ku muslimanët ndjekin një nga këto shkolla të fikut, dhe janë shumica, rregullat vendase, janë sipas këtyre shkollave. Pra, unë jam sunit, jetoj në Gorgan nuk zbatohet ligji i Xhaferive shiit, por zbatohet Hanefizmi. Pra, Bekir Halimi gënjen. Vazhdojmë me videon.
Tipari i parë, dhe kjo qëndron në Kushtetutën e Iranit, bazohet në popullin persian dhe me këtë, do thot, në mënyrë ekskluzive i përjashton jo persian. Kjo është një gënjeshtër tjetër. U kam sjell në këtë video linkun e Kushtetutës së Iranit, dhe nëse ju shikoni që Irani bazohet në popullin persian dhe i përjashton popujt e tjerë, hajdeni dhe më bështyni mua. Ky gënjen. Dhe e dyta, në mënyrë domethënë decide shkruan atje se i mbështetet medhhebit Xhaferit dhe jo Kur'anit dhe Sunetit. Me këto dy tipare e nxjerr veten Irani nga tiparet e një shtetit islam. Do thotë kryetari i Iranit nuk mund të jetë shiit arab, por duhet të jetë shiit persian. Dhe nuk mund të jetë persian sunet, por duhet të jetë persian shiit. Pra dy tipare. Okej, vazhdojmë me gënjeshtën e radhës së Bekir Halimit. Sot kryetari i Iranit thotë nuk mund të jetë arab shiit, por duhet të jetë persian. Ne shkojmë në Kushtetutën e Iranit dhe do t'ju tregoj edhe shembuj. Artikulli 5 i Kushtetutës së Iranit thotë të gjë. Gjatë kohës së fshehjes së Imam Mehdiut, Occultation of the Waliul Asr, dhe vilaya apo pushteti dhe udhëheqja e ummetit do të jetë në dorën e juristit të drejtë fukahas, i cili është e njeh situatën e kohës ku ai jeton. 2. Sorry, me se po më aferon dikur që po më shkruan në e dyta, Bekir Halimi tha që kryetari i Iranit do të jetë pers. Është rren me bisht. Kryetari i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, nuk është pers, është turk azer. Presidenti i Iranit, Pezeshkiani, nuk është pers, është turk azer. Por në Iran, gjua zyrtare është persishtja, sikur në Shqipëri gjua zyrtare është shqipja, nuk është arabishtja. Sigur në Turqi, gjua zyrtare nuk është arabishtja, por është turqishtja. Por, që thot, ndërsa neni 15 i Kushtetutës së Iranit thot që persishtja është gjua zyrtare, neni 16 çfarë thot? Përderisa Kurani dhe mësimet islamike janë në gjuhën arabe, dhe përderisa persishtja është e hapur, atëherë, çfarë thot ky artikull? Thot që në çfarë thot neni 16 i Kushtetutës së Iranit? Neni 16, I'm busy, I'm in a video, call you later. Çfarë thot neni 16 i Kushtetutës së Iranit? Thot që arabishtja duhet të mësohet në shkolla elementare, në të gjitha klasat e shkollës sekondare të mesme, dhe në të gjitha zonat e studimit. Pra, miq, në Iran, arabishtja është gjuha e dytë. Edhe pse arabët janë minoritet në Iran, edhe pse popullata, tani nuk i di statistikat mirë, po rreth 40% janë pers, ndërsa të tjerët janë turq, janë kurd, janë azer, janë arab, janë baluç e tjerë. Arabishtja, ashtu sikur persishtja, i mësohet të gjithë popullit. Le të shikojmë nenin 17 të Kushtetutës së Republikës Islamike. Thot, kalendari zyrtar i Republikës Islamike është ai i hijretit të profetit Muhammed. Dhe të dy kalendarët, edhe hënori, edhe diellori, të bazuar në këtë hijret masin vitit. Neni 18, flamuri zyrtar i Republikës Islamike të Iranit, është i kompozuar nga fusha e gjelbër, e bardhë dhe nga ngjyrat e bardhë, jeshile dhe të kuqe, dhe me logon në mes që është Allahu Ekber. Tani, që ta përmbledhse ndoshta u lodha, do bëjnë një video tjetër. Dua të them çfarë është filozofia e vehabizmit. Përse vehabitët rrinë gjithkohën sulmojnë shiitët e mallkuar, shia, edhe vllazërinë muslimane. Ky postim
besoj se do t'ju ndihmoj që ta kuptoni. Jo, ky postim tjetër, kjo video, kjo foto tjetër. Këtu shikoni Benjamin Netanyahu. Këtë foto ai e ka bërë në vitin 2004, nëse s'e kam gabim, kur ishte në OKB, kur Benjamin Netanyahu i tregoi botës planin e zionizmit. Edhe kush ishte plani i zionizmit? Ishte që Izraeli duhet shkatronte mallkimin e boshtit iranian. Sikur shikoni këtu në krahun e djathtë të Netanyahut, ju keni atë që Netanyahu quan mallkimi, nuk i quan shitët, quan mallkim. Netanyahu, ky zagari që po bën gjenocid, ka vrarë mbi 600.000 musliman sunit nga Gaza. Edhe kush ishte mallkimi për Netanyahun? Është Jemeni, ata Huthit që Alban Mala i bën librin, është Irani, shiitët që Sulmon Justinian Topulli, Bekir Alimi, Sadullah Bajrami, gjitha talibanët që kemi, Iraku, se edhe aty ka shiit, dhe Siria, ku ishte Asadi, Libani dhe Gaza. Ky ishte ai që quhej boshti i rezistencës. Sepse Irani, duke paguar, duke mobilizuar milicit ndryshme, nga sunitët e Hamasit, deri te Zeidit e Jemenit, deri te komunistët e Asadit në Siri, i të ndërtuar një bosht i cili mbronte Palestinën. Por Netanyahu thotë që ne duhet ta shkatrojmë atë bosht dhe duhet të sjellim atë që quhen bekim për Izraelin. Ku shikoni në hartë që kemi Arabinë Saudite, Sudanin, Egjiptin, Jordanin, Emiratet Arabe, Bahreinin, të cilat i binden Izraelit dhe e mbështesin Izraelin në gjenocidin e tij kundër palestinezëve. Tani, çfarë duan këta vehabitët si punë e Bekir Alimit? Këtu keni një postim të Bekir Alimit në statusin e tij më të fundit, ku Bekir Alimi është i lumtur se si kreu i Al-Qaidës apo i Jabhat al-Nusrës, Ahmad al-Shara, është takuar me generalin David Petraeus. Miq, David Petraeus ishte ai që dogji Irakun, që vrau me qindra mijëra sunit në Irak, që përmbysi Saddam Husseinin, që masakroi Fallujën. Edhe thot, shive thot, është takuar, thot, Ahmed al-Shara me David Petreusin, thot, i cili ka qenë drejtori i CIA sot, dhe kur e takovi, i tha, selam aleikum, zoti president, është mirë që jemi takuar në fushën e luftës dhe tani takohemi në fushën e dialogut. Se David Petreusi donte ta vriste këtë terroristin për sa kohë që ky ishte emiri i ISIS-it për Nineve provincë, për Abu Bakr al-Baghdadi. Edhe në fund Bekiri thot, lavdi ati që rregullon punën, domethënë, ato të kem edhe unë ta takoj këtë David Petreusin dhe të meqin nga lista e terrorizmit. Dhe këtu në fotën tjetër keni Ahmed al-Shara me Marco Rubio. Marco Rubio, miq, sekretari amerikan i shtetit, është ai që po dirigjon me gjithë Netanyahun gjenocidin e Gazës. Besoj se kjo video do t'ju ndihmoj që të kuptoni lojën e vehabizmit. Vehabizmi nuk e ka hallin te shirku, nuk e ka hallin te adhurimi i varreve. Se sikur thoja edhe në videon e kaluar, sikur ta kenë hallin te adhurimi i varreve, pse s'merren me Indin, me Vietnamin, me Kinën, me Koren, me këta budistat, me hinduta, me Sri Lankën që i falen lopë ose damorit e ku digjon. Pse s'merren me këto? Mesazhi Kuranit, profeti alayhis salam nuk u mor me shiitët, u mor me idhujtarët e Mekës që i faleshin Latit edhe Uzas, edhe Manatit. Se nuk merren këta me Muruzganin, me Shivën, me këta zotrat e hinduizmit, me Budën. Pse s'merren me këto? Se në Arabi Saudite ky Mohammed bin Salmani ka hapur në Riyadh muzeume që po risjellin Latin edhe Uzan dhe po edukojnë brezin e ri saudit me idhujtari. Pse nuk merren këta me Baba Mondin që e ka shpallur veten zionist do krijoj shtetin Bektashian, që thot nuk ka Allah, po thot ka Allah Muhammed Ali. Pse merren me shiitët, me Iranin, me Zeidit, me vllazërinë muslimane? Është zionizmi. Por zionizmi përdor Saudin. Saudia ka lek, me lek blen idiot. Dhe këta idiot i përdor. Ashtu sikur përdori Genci Ballën, sikur përdori Bujar Hysën,
Sikur përdori dhe Ahmet Kalan, po Ahmeti nuk përfundoi në burg sepse ai e di se çfarë ka bërë që nuk përfundoi në burg. Ky është vehabizmi. Vehabizmi është anti-islamizëm, është kundër xhamis Aksit. Ta janë armiqtë e Islamit. Në fatin tonë të keq, ne në Shqipëri, në Kosovë, në Ballkan jemi të varfër. Me rënien e kalifatit Osman, Islami mori fund. Në vitet 90 erdhën sauditët që na printuan Kuranin, thank you very much, por ato librat që sauditët neve na printuan, është sigur ajo copë e mishit me helm, që ti je i uritur, shkon që të hash copën e mishin që po ta japin, por ai mish ka helm brenda. Miq vehabist, pendohuni, kthehuni në Islam. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.